Miqtë e mi, përshëndetje, ja tek ritakojmë sërish në podcastin tim me mua Mikele Kallanxhiun. Ditën e sotme në këtë podcast do të jemi me një mjeshtër të madh, të cilin nuk kam kënaqësinë dhe privilegj ta kem të ftuar ditën e sotme në podcastin tim Kohë për reflektim. Ai është i madhi Xhelil Aliu. Zoti Aliu, ju falenderoj dhe kënaqësi që ju kam të pranishëm këtu në podcastin tim në Dritare Televizion. Ishte vërtet një kënaqësi, një privilegj kur ne kemi folur së bashku. Por do të jem realist me ju që ditën e sotme në disa emisione që unë kam kryer këtu në Dritare, nuk kam pasur kaq shumë emocione sa kam ditën e sotme me ju. Po pse? Dofta vetë përballë faktit që unë kam përpara meje një ikon. Një njeri kaq të madh sa unë e shoh vetën time shumë të vogël kur reflektoj në këto momente. Të falenderoj shumë, nderuar, që pranova ftesën time, që më dhani mundësi që në hapat e mi të parë ju t'jeni dhe një prej të intervistuarve të mi. Kam një super kënaqësi dhe një nder për mua. Do ta ruaj të shenjtë të ditë dhe këtë podcastin e përkryejmë së bashku. Edhe një shumë faleminderit. Faleminderit për jush edhe për superlativat që më atribuoni, megjithë që unë nuk jam i prirur mbas këtyre superlativave dhe nuk para i kam qef, po gjithsesi unë ju falenderoj. Ju falenderoj që më keni zgjedhur për të thënë diçka rreth asaj pune, besoj që kemi bërë ndër vite dhe që tërheq vëmendjen edhe sot, ndoshta. Kështu që jam i nderuar. Pa diskutim. Unë jam një ndër unë i përkas brezave që deri diku jam rritur me zërin tuaj, e mbaj mend zërin tuaj zakonisht në shumë dokumentare që ju keni lexuar, dhe të jem realist, nuk ju kam parë ndonjëherë shumë shpesh nëpër ekrane. Kur kam dëgjuar zërin tuaj, jam agjepsur. Është një zë dhe një diksion i jashtëzakonshëm. Zoti Aliu, diksioni i zërit tuaj ju ka hapur dyer në jetë? Ju ka bërë që të ndjeni të vlerësuar për këtë talent që ju keni? Se të jemi realist në këndvështrimin tim që unë e shoh, mendoj se edhe të audiencës që na ndjek në këto momente, ju jeni një ndër folësit e radios me një timbër të jashtëzakonshëm. Dhe mendoj që të veçantë kur lexon një dokumentar dhe më tërheqës për dëgjuesin, e bën dhe diksioni i zërit si ai lexon materialin, kronikën në këtë rast. Shiko, unë vetë e kam thënë edhe herë tjetër që zërin e kam dhurat nga natyra. Zërin. Edhe nuk e dija që, domethënë, pëlqehej edhe që ashtu. E shifja që më kërkonin herë mbas here, sidomos atje në radio dhe në televizion, për të lexuar, po unë vetë nuk e pëlqeja, vetë zërin tim. Fakti që shumë dëgjues e kanë pëlqyer dhe e pëlqejnë, do të thotë që ti dëgjoj ata dhe ti respektoj, se përderisa nuk janë pak, janë të shumt, brenda dhe jashtë të Shqipërisë, do të thotë që diçka ka në këtë gjë. Nuk e kam ditur, se kam vlerësuar, por ka dhe një gjë tjetër. Unë nuk besoj që është thjesht cilësia vokale, ajo që i tërheq vëmendjen dëgjuesve dhe shikuesve të shumt, nuk është thjesht cilësia e zërit. Sepse, siç e kam thënë edhe herë tjetër, mund të kesh një zë shumë të mirë, shumë të bukur, po futesh për të lexuar dhe nuk të tërheq. Kështu që ka edhe gjëra të tjera që lidhen me zërin, me mënyrën e përdorimit, të intonatave, të frymarrjes, të respektimit shenjave të pikësimit, të theksit logjik dhe theksit tonik,
që duhet përdorur brenda një mendimi, brenda një fjalie, brenda një fraze. Mua në këtë pikë, mbase më ka ndihmuar edhe profesioni im, unë kam mbaruar për aktrim, po veçanërisht puna në Radio Tirana, më ballafaqoj me aktorët më të mëdhenj të Shqipërisë, me aktorë me emër, të cilët më detyronin që të vija veshin se si e përdorte bie fjala Violeta Manushi, Maria Lokoreci, Sulpi Tarka, Kadri Roshi, si e përdornin zërin, ku merrnin frym, ku ngrihej zëri dhe ku ulej, si duhet theksuar një zanore apo një bashkëtingëllore apo të. Ndoshta kjo më shërbeu edhe mua vetë që, domethënë, krahas cilësive vokale, të fitoj edhe këtë mënyrën e përdorimit të zërit. Gjë që më vjen mirë kur e dëgjoj se më thonë fjalë të mira edhe brenda Shqipërisë edhe jashtë, sidomos kur jam ballafaquar me dëgjues të shumt në Maqedoni, në Kosovë, ato Maltezi, dhe kam dëgjuar fjalë shumë të mira për të. Bile ndonjëherë edhe habiteshin, kishte nga ata që thoshin se ati e filania, po i thoshe, bre, e ka menu tjetër gjë. Kështu që zëri është sidomos në radio, ku je i privuar nga figura, nga pamja, nga syri, nga ashtu, ka një rol të jashtëzakonshëm. Dhe me sa duket edhe unë hyra tek ata që domethënë zunë vend me zërin e tyre dhe tërhoqë vëmendjen e shikuesve të shumtë dhe dëgjuesve të shumtë. Kështu që tek ata fus edhe juve që më keni ftuar edhe faleminderit shumë edhe për fjalët e mira që më thatë. Mua është kënaqësi dhe privilegj, i nderuar zoti Aliu. Një djalosh i vogël nga Kalivaçi ëndërronte që një prej ëndrave të tij do të ishte të punonte në Radio Tirana, ku të spikatej për zërin e tij kaq karakteristik, ku të kishte të bënte edhe me artist të kalibrit të madh. Në ato kohë që ishte koha e të mëdhenjve, njëri më i madh se tjetri. E kishte menduar ndonjëherë zoti Aliu që do pushtoje Radio Tirana me zërin tënd të manitshëm? Absolutisht jo, sepse shiko, në Kalivaçin tim, ju e ditë keni emrin e Kalivaçit tim, është një natyrë paksa e vështirë, e vrazhë, si kështu, edhe bimësia është e vrazhë, ka prallë, driza, domethënë ferra, ashtu, ka shkëmbinj gëlqeror, shumë të mëdhenj, ka masive të mëdha gëlqerorësh. Dhe ajo natyra atje, ajo ka ndikuar edhe në cilësitë e karakterit i njerëzve. Janë njerëz impulsiv, janë njerëz me çika, janë njerëz që domethënë nuk falin kollaj dhe ashtu. Unë mbarova shkollën fillore, s'kisha ku shkoja, se s'kishte shkollë 7 vjeçare në Kalivaçin tim. Ishte larg shkolla 7 vjeçare. Edhe u detyrova që të ruaj dhënët edhe ditë. U bëra një bari jashtëzakonisht i mirë. Po si. Edhe kështu që u përshtata me atë, por mbas 3 vjetësh që mbeta kështu, domethënë si bari, një bashkëbisedim fare rastësor me ca moshatar të mit, me Luan Hysje, me Abbas Xhafere, Petrit Hysje, Strefdosti e tjera atje, bisedonim ende nga fusha, po si t'ja bëjmë, po si të vemi, po si ashtu. Ne duam të vemi në Kras, thoshin ata. Mirë po, vajtja në Kras, për mua ishte shumë e largët, sepse unë me ata kisha edhe një herë rrugë tjetër për të vajtur deri atje. Po e bisedova me një kushëririn tim, me Avdo Takën, dhe ram në një mendje që të bashkohemi me ata, moshatarët tanë, nga ajo lagje e Bozanajve, dhe të fillojmë shkollën 7 vjeçare në Kras. Në Kras vazhduam për 3 vjetë.
Nuk ishim keq me mësime, ishim mirë, bile ishim ndër ata më të mirë, bile ashtu. Excelent, si që Ishim mirë. Nuk, jo për të raur gjoksin, po mirë ishim. Dhe pastaj mbasi mbaruam atë, thamë që do bëjmë tani, se bëm gjithë këtë sakrificë. A nuk duhet ta ndjekim shkollën? Dhe kërkuam që të ashtu. Mua më dhanë një shkollë të mesme në Prenjas të Librazhdit, për gjeologji minierash. Dhe kam studiuar 4 vjet atje për gjeologji minierash. Dhe mbasi mbarova atje, pastaj më syrdisën në Martanesh, në Batër të Martaneshit, atje ku bisedoj me arinjt dhe me ketrat dhe me ashtu, sepse ishte mal i lartë shumë ashtu. Atje ku 6 muaj nuk shifje gjë tjetër veç se borë, ashtu. Dhe atje punova në minier, provova edhe vështirësitë e minierës, pash edhe heroizmin e atyre njerëzve që punonin atje në tokë dhe që nxjerrin bukën me sakrificat jashtëzakonshme. Nuk uleshin në mendës për të ngrënë bukë, për të kursyer 2 lekë më shumë, po merrnin një bukë 52 e merrnin këtu në skjetull dhe niseshin për të punuar atje në galeri, me atë bukën thatë. Atje rrezikoheshin edhe nga shembja e minierës, atje rrezikoheshin, edhe unë bile kam patur rast se ishin ato xhaket e ajrimit që ishin nga 40 metra të larta të sipër, që lidhen një nivel me një nivel tjetër ashtu. Edhe më ka rëshqitur më kanë mbajtur ato trartë atje poshtë, 5-6 metra në atë, rastësisht domethënë çashtu. Ka pasur raste që mundet të kenë humbur dhe jetën nga kolegët e tu kur punonit në minier? Nga kolegët jo, po punëtor kështë patur raste që kishin humbur jetën. Pa llogaritur ata të gjeologjisë, sepse kur kam vajtur unë atje nuk ishte shumë, ishte e freskët ajo tragjedia e Ortekut që kishte mbytur 11 gjeolog atje në Batër, dhe ishte domethënë ishte akoma e freskët ajo dhimbja për ta, humbja për ta, domethënë. Edhe kur bëja muhabet me njërin nga ata që kishte shpëtuar rastësisht, më duke si e pabesueshme, që apo bisedoj me njëri real, apo po e lexoj nëpër libra këtë gjë, sepse ai më tregonte se si e kishte marrë Orteku përpara, dhe ky vet ishte duke dhënë shpirt atje në fund të proja atje ku ishte bërë ajo bora rreth 30 metra që grumbulloi atje. Dhe ai ishte midis 2 bllokeve të Ortekut, duke dhënë shpirt. Në një moment thot vjen një Ortek tjetër nga lart, vjen nga lart, edhe i pash 2 nga shokët e mi që i nxori sipër kështu, pastaj i futi poshtë, pastaj edhe ja dha i goditi 2 ato bloket e mia, dhe mua më flaku me ata në projt atje. Fati im, dhe ja ku jam sot gjallë, e tregonte. Domethënë atje shikoje gjëra të paimagjinueshme, qoftë atje në Batër, por qoftë edhe poshtë në Bulqiz, ku ishte minier e vjetër e ashtu. Kishte gjëra shumë të rënda, kishte gjëra që nga njëherë edhe në për libra nuk i lexon. Po, kjo është jeta, të përballë me lloj-lloj gjërash, të përballë edhe kështu që atje pata nuk qëndrova gjatë atje në minier, se angazhoheshim edhe me këto grupet artistike, me këto kështu, edhe atje më dha rasti që atje në Burrel, ku se ishte qendra, Burreli ishte si qendra e atyre, dhe përmblidhte edhe minierën tonë, si thuash. Atje si duket i trojja vëmendje në atyre që vinin nga Ministria e Kulturës, ishin 1-2 inspektorë ashtu. Edhe ata më pyetën, tha, ku jeti, tha, çfarë? Thashun, si ku jam? Jenë puna, ku jenë punë, thashun, ku? Në minierë. Po tha, se kishe keqja atë recitimin, tha. O, faleminderit, thashun. Po ke provuar të japësh konkurs në atë, në Institut të Arteve? Për çfarë, thashun? Kështu për art dramatik, tha. Se kisha dëgjuar, tha. Me një fjalë
provoj, tha t'japsh konkurs saj. Kjo që nxitja. Iniciativa. Se u interesova të nesme, pasaj qatë duaj, si tek, ashtu vajta atje të shtëpia e kulturës e Burrelit, atje, pyeta atë që ishte si regjisor atje, ai më orientoi qa materialisht duheshin, qa duhesh përgatitur. Për të mos e zgjatur, do me thënë, kjo që ajo që vajta atje në Institut Arteve dhe fitova konkursin atje. Dhe ndryshova lash geologi minierën edhe kalova në fushën e artit. Po edhe në fushën e artit mendoja që do kthehesha prapa atje në Batër ose në Borrell, të punoja në shtëpinë e kulturës. Po me sa duket u tërhoqja vëmendjen këtyre që bashkëpunoja këtu në radio, se fillova të bashkëpunoj me radio, tërhoqja vëmendjen edhe ata kërkuan, më mbajten aty. Më mbajten mua që radion e mendoja thjesht një aparat pas të cilit fliste dikush. E kam thënë edhe herë tjetër, kjo duket shumë naive, po është e vërtet. Në Kalivacin tim, kur erdhi radio e parë, ishte një radio me vajguri. Do të vjetra të fare. Dhe Kalivaciotët. Dhe kjo nuk është turp të thuashme, se nuk dinin më burë. Kalivaciotët mblidheshin atje, rreth asaj radios atje te Vatra e Kulturës, dhe dëgjonin. Kur ai punojnë si Vatrës Kulturës e ngrin të zërin, ata spostoheshin, largoheshin se thoshin qa ka. Edhe pasaj dilin nga ndë mbrapa radios, shikonin ku ishte fshehur ai. Ka ishte naiviteti dhe padituri. Edhe unë isha pjesë e tyre, si dojt jetë puna. Kështu që se kisha menduar, unë nuk e kisha shkuar në përmend që të nisja dhe të dilja në pension në radio televizion. Po, më dha mundësia, me sa duket edhe ata e pëlqyen punën time dhe bëra diçka. Bëra diçka që tërhoqja dhe vëmendje se duket si kur flas për Belulin edhe ashtu. Tërhoqja vëmendjen edhe të dëgjuesve, edhe më vjen mirë për atë. Më tregonte një herë general, se e kam thënë edhe këtë, po general Veli Llakaj, kthehej nga lufta e Kosovës me autobus kështu. Dhe në krah kishte një kosovar kështu me takije me ashtu. Po. Kasetofoni i autobusit transmetonte një heroizëm për Haxhi Zekën që unë e pata bërë që në vitin 1981 në mos gaboja, nuk e di, e pata realizuar. Edhe në fund ai thotë dëgjuat këtë për Haxhi Zekën, dhe interpretuan këta, regjizor Xhelil Aliu. Ai kosovari tha, duke ndajur, bre Xhelal Aliu, të greshen herë prej vorrit. Dhe unë e pash shu, tha Veliu, e njef, po mërë kush nuk e ka njoh, po ka dek. Jori thashta është gjallë, hau bre, po tha kur të shkojmë Tiranë, tha do të prezentojmë te. Për të mos e zgjatur e kam fjallën që ai zëri, ajo puna, ai emri, që ashtu, kështë e krijuar një lloj imazhi, një iluzion. Ashtu që edhe përputhej edhe jo me të vërtetën, me realitetin. Po, kjo është fusha e radios, e medias audio-vizive në përgjithësi. Edhe pastaj më dha mundësia që të punoj gjatë atje, pastaj nga fundi punova edhe ca vjet edhe në televizion, edhe ashtu. Me një fjalë, në një vend pune që se kisha menduar. Ti më thej gjitha ato superlativa, më thej gjitha ato fjalë mira, mirë më vjen. Unë i thash pasi i ndjej se kam përballë me një njeri të madh, që nuk të jem realist, nuk më merr mendja kur që do të intervistoja. Të jem realist në këtë pjesë, dhe ju falenderoj shumë. Por pa u ndalur ende te kjo pjesë, kur ju keni kaluar nga radioa në televizion, pyetja ime për ju është, zoti Aliu, që kur ju fillot punë zyrtarisht në Radio Tirana, kush ka qenë personi i parë që ju keni telefonuar nga Tirana për në Kalivaç? Ka qenë prindrit tuaj apo ka qenë
motra, vlezrit? Jo, shiko. Cila keni dhënë këtë haber? Unë në Radio Tirana unë kam hyrë, si thuash, thash rastësisht, sepse duke qenë nga Kalivaçi, të thash edhe për temperamentin e impulsivitetin që ashtu na e ka diktuar edhe klima dhe ambienti atje, unë pata një incident me pedagogun tim në 2 javët e fundit të mbrojtjes së diplomës. Për të mos ja përmendur emrin pedagogut, sepse ai kishte përgjegjësinë e vet, po tani unë isha student, isha i detyruar që t'i thosha po për çdo gjë. Unë nuk e pranoja dot këtë gjë dhe kështu që mbeta rrugëve sepse më duhej që ta mbroja diplomën pas një viti. Edhe kërkova punë, nuk doja të shkoja atje që ta dëgjonin prindrit. Dhe ta dëgjonin edhe fshatarët të thoshin, ja, ai, biri filanit, pa shiko ai. Kështu që kërkova punë këtu, shkova te Gurori Andajt, shkova te Miniera e Mzezit për të gjetur ndonjë punë, nuk gjeta. Bile dola te kinema Partizani, se shisnin, ca çuna të rinj shisnin bileta me të shtrenjtë atje, i merrnin me 15 lekë, i shisnin me 25. Mora unë një 10 bileta, kisha një 5 lekë sa da shumë. Edhe fillova që t'i shesash, do fitoj unë me këto. I pari ishte një qift që erdhi. Burre grua, sa i ke biletat? Thash unë me 25. Ajo grua e mingulli syt, sa i ke tha? 25. Ashtu tha, ha? Mua si kur ma veshi me grusht. E gruaja. Dhe u tërhoqa, i mora biletat, i humba dhe lekët e biletave, edhe ika, su duka me aty. Kisha mbuluar kokën me badanije një darkë, edhe vjen një shok. Ka humbur pa nishan një fanë Anastasi, një Gjirokastrit, a i bashkëpunonte me radion. Po. E më thotë mua, po qarë bën? Qarë të bëjtë? Po interesohem, thash, për në një punë, se s'kisha edhe bukë të haja, ma. Njëherë në 2 ditë shkoja te qyteti studenti, me jep një shokët një pjatë taratora dhe një fet bukë, më merrnin ata. Mbeta keq shumë. Pse s'vjen andej, tha, nga radioa? Për çfarë të vjetër? Hajde bëj ndonjë zë, tha. Merr ndonjë 5 lekë, tha, kur të vej radha e honorarave tash. E se vajta të nesën atje, u futa në mikrofon, atje ishin ca nga ata që sot janë emra dhe shu, Vangel Toçe për shumë, aktori Vangel Toçe, Skënder Kurti, Amali Çala, do ishin Folsia Meropi, Matlia e tjerë. Edhe më thaj, do bësh këto nga 4-5 batuta, i bëra ato, tola, me atë paditurin dhe naivitetin që më shoqëroi, që në fillim. Edhe pastaj më thiri prap një 2-3 heraj, filluan të interesohen ata të redaksive, ishin aty brenda, kush është ky djali? Jo, po qa, a mund të bëj këtë? A mund të më bëj mua një zë? A mund të më bëj këtë? Edhe filluan të shtohen kërkesat. Kur e pan që edhe mund t'i bëja, atëre më lanë edhe bobinën e emisionit e më thoshe, shiko, do bësh që këtë, se do iki unë se kam qik punë edhe meresha me ato. Të roqjave mëndje si duket. Gjatë ati viti se mbroja edhe diplom në ndej, edhe ndikja edhe këtë radion, pa u shkputur. Edhe të roqjave mëndjen atje se lëvizja, vrapoja, gjithesha në përshkallë me vrap, shkoja poshtë, në studio, gjithandej, vrapoja, vetëm me vrap, thash. Ajo, drejtoresha e radios, i thot Agron Çobanit, ndjes past, Agroni. I thot, mëra Agroni, i thot, që është një djaliri, i thot që, e shof që vrapon në për koridore, në për shkallë, në për. Se dhe është një student, i thot aji, se ka për të mërë diplom në është. Po mirë më s'di të heci me hapa e njëri, thot? Vetëm e vrap? Po ja thot se do që të fitoj kohën e këshu e këti, thot Agroni. Po është djali mirë, thot? Djali mirë duke, thot?
Qofse është djali mirë, thot, i thuaj të vij të futet mbledhje këtu. Në sallën e madhe të orkestrës së radios bëhej mbledhja e kolektivit për herë të parë me Todi Lubonjën. Më lajmëruan mua vajta, i thash, futu atje. O futa atje për herë të parë në mbledhjen e kolektivit të radios, pa qenë punonjës. Kur mbarova diplomën, diplomën, pastaj më thiri sekretarja e partisë, ishte një Liri Qeli. E mbarova. Po ku do vesh? Ku të ketë nevoja të dheu. Shu ishte... Po, parulla. Po tha, të kanë ardhur ata të minierës me Malia, i tha. Nga jeti, tha. Ka të pelene, i tha. Kanë ardhur ata të kërkojnë, thonë, e kemi djalin tonë. Minator, tha. Mirë po të shkojan me Malia, i për mua i ishte si kur shkojan Paris. Se unë llogarisja të vejan Burrelli ose në Batër, atje në. Po këtu tha të pëlqen puna. Këtu më pëlqeni, tha shumë, po. Pa menduar që do. Për të mos e zgjatur, kërkuan ata. Po të kërkuan dhe radio televizioni, s'ja kthen të njëri. Më kërkuan edhe ere njoftimi i emëruar atje. E kështu fillova. Fillova si për pak, po shkoj deri në fund. E mba mend fjalën e parë që të kanë thënë prindrit kur të kanë dëgjuar në radio? Se më bëre pyetjen për atë. Gjatë kohës që vazhdoja punën aty në radio si bashkëpunëtor, kishin marrë vesh, ishte përhapur fjala me Kalivaç, që djali i filanit e kanë arrestuar dhe e kanë futur në burg. Po pse bisedonin, nuk e di, ca thonë që ka dashur të arratiset, po e kanë kapur e kanë futur brenda. Ca thoshin që ka dashur të vjedhë një mapo atje, po e kanë zënë dhe e kanë futur brenda. Ca thoshin që, më fal, është lidhur me një vajzë jo të mirë. Është lidhur me atë dhe mua bete njëri që s'kishte lidhje fare me tjetrin. Dhe prindërve të mi dhe familjes nuk u thoshin gjë, po i shikonin kështu me bishtyrit nga larg. Dhe ata thoshin, more, po çfarë dregin kanë? Si e kanë punë, pse na shikojnë kështu? Edhe u shmangeshin. Erdhi vllai i madh, ishin bërtym ata. Erdhi këtu, sa më pa mua atje tej, më tha mua që je gjallë të shikoj. Si e ke punën me qeverin, tha. Se ajo ishte fjale parë. Po mirë, thash. E ke mirë punën me qeverin, po të pyes. Po mirë e kam, i thash. Atëre më takoj. Por i për qafe. Çfarë do të kesh bërë tjetër, tha? Nuk ka rëndësi. S'ka rëndësi. Ndenjëm gjithë natën duke biseduar. Ja tregova që kështu më ndodhi, kështu e bëra, kështu edhe ashtu. I thash unë ik, se do vi unë, thash në adhe. Ku do vishta? Do vi atje në Kalivaç, thash. A, tha, po të vije, tha, do qetësoheshin ata plejt, tha, se ata, tha, nuk i zë gjumi, tha, natën. Si zë gjumi, tha. Edhe unë i thash, Akron Çobani, do m'japësh një magnetofon? Për çfarë do, thaj? Po dua ti ki, thash, te Pelen, thash, edhe të bëj ndonjë intervistë atje, thash. Po, thaj. Vajta. Punonin Buz Vjosës, atje mbillnin plepa, gjithë brigata atje, të qatje, atje. Dhe unë, si kapurrar, kisha marrë atë uherin në sup, edhe mikrofonin për para që ta shikonin, dhe i kam mërën që në krye edhe deri në fund që të më shikonin të gjithë se nga vija. Dhe që nga jo ko u fashitën fjalët e thashe themet e të gjitha gjërat, fillon të marrin frymë edhe ata të familjes. Ishte një terren jashtëzakonisht i vështirë edhe për ata.
Për të mos e zgjatur, pasaj që më kërkuan e më mbajtën e ashtu. Çfarë moshe keni pasur në atë kohë, zoti Aliu? Urdhë? Çfarë moshe keni pasur në atë periudhë kur ju hapën tek këto fjalë? Sepse unë mbas fillores ndonjë 3 vjet pa shkollë, dhe pastaj mbas të mesmes punova edhe në ata. Isha 24-25 vjeç, ndoshta kam qenë në atë kohë. Kështu që, domethënë, me plot peripeci, por që edhe ja vlejtën sepse aty pavarësisht se vjen nga Kalivaçi dhe punoja për krah me dikë që ishte rritur në mes Tiranës apo diku tjetër ashtu, unë nuk pata ndonjë diferencë, përkundrazi. E justifikova veten edhe duhet të them që i kënaqur. Zoti Aliu, pyetja ime për ju është që ju sapo hyt në radio televizionin publik shqiptar ose në Radio Tirana. Cili ka qenë një ndër figurat që juve ju ka mbajtur më afër, që ju gjithmonë kur jeni atë njeri e falenderoni. Thoni, unë këtij njeriu jam mirënjohës që më ka përkrahur gjatë gjithë rrugëtimit tim në Radio Tirana. Shiko, unë indicjen e parë e kam nga Indjeri Kujtim Spajvogli. Sepse Kujtimi ishte pedagog në atë. Mirë, por në atë incidentin që pata me atë pedagogun tjetër, Kujtimi natyrisht që nuk mund të mbate krahun tim edhe të dilte kundër atij. Edhe ose bëri të heshturin ose ashtu. Kështu që kur e pash që ata hezitonin në radio, se fillimisht hezitonin, se thoshin ore e kam përjashtuar nga instituti, duhet të ketë ndonjë gjë, mos ka ndonjë gjë politike, mos ka ndonjë kështu. Edhe i thash, a ka mundësi tu thuash një llaf që nuk kam ndonjë gjë politike? Po jo, tha, qa politike? Erdhi Kujtimi dhe bisedoi me Agron Çobanin, i cili duhet ta them, e kam thënë dhe duhet ta them, një nga ata që më ka pritur me dashamirësi që në fillim ka qenë Agron Çobani. I tha Agronit, Agroni pastaj bisedoi, ndoshta me ata, sepse Agroni kishte një pozicion, ishte shef redaksie i lajmeve, edhe kishte edhe një emër, një lloj influence Agroni aty. Dhe që nga ajo kohë filluan që të më afroheshin pastaj edhe të tjerët që të më ofronin punë për ashtu, sepse ishte ai hezitimi i fillimit. Aty pastaj kur u emërova dhe fillova si regjizori radiodramatizimeve për redaksinë e fëmijëve dhe të rinisë, i emëruar, ka qenë një Gjirokastrit, Konstantin Leli, nga Bubqi i Gjirokastrës. Njeri jashtëzakonisht i mirë, shumë dashamirës. Dhe ai kishte këto radiodramatizimet, jo teatri i fëmijëve në mikrofon, kishte një emision i edukimit patriotik, që thoshte po ishte i dramatizuar, e kishte dhe ai më jepte këto për t'i realizuar. Dhe më kam mbajtur afër, si thuash. Po edhe të tjerët, domethënë, ka qenë njerëz dashamirës atje, sepse e panë që unë, domethënë, e justifikoja në një farë mënyrë atë besimin e tyre. Ishte Gaspar Gjençaj, ishte Salih Hamzaj, ishte Stavrish Argjiu, ishte, domethënë, Liliana Shanto, ishin disa njerëz që punonin aty brenda asaj redaksie, dhe që, domethënë, u lidha me ta, u miqësuam shumë, sepse atëherë në fakt shiko, ajo miqësia mes punonjësve ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. Kolektivi i Radio Tiranës nuk ishte thjesht një kolektiv pune, ishte si një familje. Dhe në çdo sebeb, në çdo ngjarje, në çdo ashtu, kolektivi i radios ishin bashkë. Bënin vizitat e njëri tjetrit, shkonim e vinim për sebepe apo e qofte edhe kështu vizita shoqërore ashtu. Ishte një gjë mrekullueshme. Ajo u përcoll edhe në televizion, po jo me atë frymë të radios.
Radio Tirana ka patur një kolektiv të jashtëzakonshëm. Dhe unë për shtypjet e atij kolektivi, domethënë, i ruaj dhe do t'i ruaj sa të jem gjallë. Ata njerëz nuk më dukeshin si koleg pune, si punojës, më dukeshin si pjesëtar të familjes. Dhe ishte shumë e rëndësishme kjo klim, si thua. Po përgjithsisht pastaj edhe ata specifikisht ata punonjës që lidheshin edhe me profesionin tim si regjisor, ishte Niko Kanxheri, kolegu im Niko Kanxheri, që kishte vajtur më përpara, një 2-3 vjet më përpara atje. Ishte Veronika Çoku. Pastaj erdhi Alfred Bualloti, po pak punoi Fredi aty dhe ashtu. Kështu që ne me atë frymën e kolektivitetit, domethënë e kemi mbajtur njëri tjetrin edhe, si thua, e kemi ndjerë ndihmën edhe për krajen. Zoti Aliu, folës lind apo bëhet gjatë rrugëtimit? Folës bëhesh. Nuk mund të lindësh në qoftë se nuk mëson disa gjëra të domosdoshme që duhen. Unë thash që unë se kisha menduar që mund të angazhohesha kaq shumë me të folurën, por me sa duket atje në radio dhe në televizion troqa vëmendjen e kolegëve dhe punonjësve dhe ashtu. Dhe që pastaj kjo u bë edhe më e dukshme më mbrapa, kur filluan këto mediat private, sidomos kur filloi të hapet televizioni Top Channel, ku mua më angazhuan shumë bile, shumë në atë, sidomos në këto kanalet e Digitalbit, Explorer 1, 2, 3, domethënë që ashtu, dhe atje isha një ndër ata folësit më shumë të angazhuar. Një ndër folësit kryesor, ta themi në këtë pjesë. Një ndër folësit kryesor, ta themi në këtë pjesë. Po, tani, edhe mbase si kryesore ashtu, po ishin jo Virgil Kule, jo ishte indjeri Roland Roshi, që ishin domethënë folës jashtëzakonisht mirë, por edhe unë edhe pa e menduar që do të angazhohesh aq shumë, do më angazhonin aq shumë, atje tani në arkivin e Digitalbit, numëri i dokumentarëve pa llogaritur filmat. Po i dokumentarëve vetëm them që duhet të ketë kaluar, duhet të ketë arritur nga 15.000 dokumentar në përgjithësi kështu. Tani ata e kanë paksuar atë, po ishte një periudhë ku ne kishim angazhim të përditshëm dhe angazhim të përditshëm duke lexuar jo 1-2 dokumentar, po kishte raste 3-4, ashtu lexonim domethënë. Ishte një punë e cila me sa duket u pëlqye dhe edhe ka mbetur. Ajo ka mbetur edhe do mbetet atje se ruhet në arkive ashtu. Tani ata bëjnë më pak, ata të Digitalbit nuk bëjnë pak. Edhe mua pak më kërkojnë. Më kërkojnë pak se ka pak punë. Po edhe për një arsye tjetër, që është si puna e atyre që ecin përpara, e se vinë të tjerë të mbrapa, ec. Është brezi jot, brezi i të rinjve, të rejave, të cilët thonë, më kujtohet një herë ndjera Behje Qela, aktoria. I bëja një intervistë atje te rruga Kavajës ku kishte shtëpinë, edhe i thash të erdhi keq, i thash, për çfarë tha? Që të nxorën pension, se atëherë dilin pension 55 vjeç, gratë. Tha, që pse më çun tha, me marrë keq tha? Punova, busha moshën, dola në pension. Që do bëj unë tha?
Të vinë ato gocat e reja, ku do punojnë ato? Që s'ka pse të vi keq mu. Edhe unë... E kuptova përgjigjen. Kalimi jo nga radioa në televizion. Si keni përjetuar këtë pjesë? Ka ndonjë ndallim ndërmjet radios dhe televizionit? Po, natyrisht që ka. Unë kalimin nga radio në televizion e kam bërë, si thuash, pa e menduar, sepse ishte një periudhë ku mua më vunë duart në shpatulla kolegët e punës, edhe më nxorën në krye të sindikatës. Kërkonte sindikata, punojësit kërkonin disa gjëra të cilat nuk i dëgjonte kush, edhe këtë do zgjedhim Xhelilin se këtë e kemi nga Kalivaçi. Me që unë i thosha gjërat në qikë më ashtë. Por nuk na eci ashtu si që dëshironim, sepse ata drejtuesit për t'i rënë më shkurt, hoqën kryetarin e sindikatës nga puna fare. Edhe më larguan nga radio televizioni, kështu që unë kam mbetur 2 vjet e pak kam mbetur pa punë, më desh që të merresha me gjyqjet e ashtu, derisa fitova gjyqin për të rikthyer prapë në punë. Për të rikthyer, por atëherë ata që ishin aty kërkuan ata të televizionit. Hajde këtej, tha, je më mirë këtej, se boll ke dhe në radio, hajde këtej ashtu. Edhe kalova në televizion. Aty u mora, kryesisht u mora me dokumentar, me realizim dokumentarësh. Realizova disa dokumentar kryesisht për aktorët dhe regjisorët me të cilët kisha punuar, edhe ata ruhen atje, edhe me ca tema të tjera që ashtu, punova që nga 2007 deri në 2011. 2011 më thanë që boll tu se e lodhur shumë, dhe dola pesio. Zot Elio, ka qenë periudha më e vështirë në jetën tuaj kur ju keni qenë student dhe kishit probleme me pedagogun për çështjen e diplomimit, kur do mbaronin diplomën, apo periudha kur ju jeni pushuar nga puna kur keni qenë në Radio Tirana, që jeni marrë mbi 2 vite pak muaj me çështjen e gjyqit dhe padrejtësinë që ju është bërë. Cila nga këto dyja, nëse janë këto dyja momentet më të vështira të jetës suaja? Shiko, pezullimi i diplomës ishte një goditje e rëndë për mua, për faktin se edhe 2 javë do dilja në punë. Do dilja në punë jo thjesht vetëm për vete, po edhe për familjen. Do t'i vija në ndihmë familjes, sepse jetohej në kushte të vështira në fshat atëherë. Nuk ishte aq e lehtë, kupton? Dhe atë kam përjetuar shumë keq. Jashtëzakonisht keq. Ndërsa pushimi nga puna këtu në radio televizion e përjetova keq, por kisha të gjithë punojësit i kisha me vete. Të gjithë punojësit. Dhe përveç asaj, kisha dhe një angazhim privat, këtej nga Digitalbi dhe nga ato, ku punoja dhe nxirja një lloj honorari që më ndihmonte edhe për familjen e për ashtu. Kështu që më të rënde kam patur atëhere kur kam qenë student. Jo se këtë nuk ashtu, por gjithsesi ishte ndryshe. Secila ka peshën e vetë, sipas edhe periudhave. Po. Zoti Aliu, kur jeni njohur ju me bashkëlltaren e jetës suaj? Me bashkëshorten time? Po. Ose bashkëshorte, bashkëlltare, bashkëvuajtëse, si preferoni ju që ta quani? Ne bënim një jetë beqarësh unë me Niko Kanxherin, kishim një hyrje beqarësh atje sipër te pediatria. Sepse beqarët e radio televizionit kishin mbetur flinin në për kolltuke, në për zyra, ashtu se s'kishte ku flinin. Atëre kishte ardhur Manush Miftiu në një mbledhje, aty edhe ndër të tjera i ngritin i thanë që kemi problem me beqarët e radio televizionit, i kemi pastrahim, i kemi kështu. Po pse, tha Manushit? Po kështu i thanë. Po mirë, tha, interesoni, pallati i parë
që është në mbarim, tha, të merren, tha, 2 hyrje, për sa beqar janë, ja, kaq është, të merren 2 hyrje, tha. Edhe u morën 2 hyrje atje te pediatria, nga 1 kat 5, 1 kat parë, nga 2 dhoma në kuzhinë, edhe u futëm atje neve. Nga 2 ose 2 nga 3, do ashtu u futëm atje në atë. Edhe me Nikon dilim nga puna, shkonim te shtëpia qendrore e oficerëve, hanim drekën, e hipnim bicikletës, shkonim atje lart, pushonim në një coper, pastaj zbresnim poshtë te xhiru e madhe. Po xhiru e madhe atëherë ishte parat e madhe, xhiru e madhe e Tiranës, që te universiteti deri te treni sipër atje. Takoj një bashkëtarin tim, po i ikur që gjatë luftës ai, po banonte ndaj lart nga Varribamit. Qa bën si je, si shkon mirë? Qa bën ti, tha, me qa meresh? Thash, unë nuk e diti, unë punoj në tërë. Jo, atë e dita, po detyret e tua i ke bërë, qa detyret e shumë? Detyret ta ke gjetu në i shokja, apo jo, tha? Ai, thash, unë jo akoma. Po pse, tha, pre të rritesh? Po jo, i thash, unë, po duat gjej në një, thash, unë, që ti më kuptoni, thash, të gjej në një që të më kuptoj mua, po të kuptoj edhe ata që kam atje. Se unë, thash, dua që ta qoj edhe atje. Ashtu s'ka, thaj. Ishte një këtu, tha, një vajzë, tha. Po iku e mbaroj, tha, për doktoreshta dhe iku në Lushnjë. Është andetha nga Kalivaçi. Ç'është ajo, thash? Vajzë e filanit, tha. Thash. Po çka ka mbaroj kështu, tha, për dentiste. Ajo, thash, vajzë e mirë, tha, po për të mos e zgjatur, se duke sikur tregojmë rralla. Për të mos e zgjatur, nëpërmjet një shoku i cili ka vdekur, ai që banonte në Lushnjë dhe e njifte këtë dhe ashtu. Kryua mundësin, vajta në Lushnjë, ashtu, e u pam, ashtu, e ndoqja një qik nga largë, ashtu, ca historira nga këto... Roz. Roz, kështu, edhe u lidhëm. Doja që ta kisha ndej, sepse gjithsesi mund ta merja edhe nga Tropoja, mund ta merja edhe nga Shkodra, apo nga Korça, ashtu. Po si që më kupton kjo me Kalivaçin tim, me ashtu, nuk do më kuptonin ato. Kështu që e filluam me vështirësi shumë, e mora e futa atje te hyrje beqarve, i thash ati shokut, i thash dilin që nga dhomat, i thash unë se thash. E futa atje ka lindur çuni, e mbanim çunin se ishte dhoma shumë e vogël, atje e mbanim çunin në atë tavolinë ku hanim buk. Hiqnim pjatat apo ato, edhe vinim atë çunin të lidhur kështu me atje e mbanim, shumë vështirë. Kemi ndenjur gati 3 vjet atje, dhe pastaj mora dhomë kushin, atje te Varribamit atje, ndaj një 20 vjet atje. Edhe ajo duke qenë edhe ajo nga Kalivaçi, edhe unë nga Kalivaçi, të dy ka patur raste që kemi bërë edhe xixa. Po, se stralli me stralli bën xixa. Por jam i kënaqur sepse ajo më dha 2 fëmijë, një djalë e një vajzë, të cilët nuk dua që as të bëj qefin, as të lavdroje dhe ashtu, por i bëjnë detyrat e tyre, tani janë familjar për vete, kanë nga 2 fëmijë, kanë shtëpitë e tyre, kanë punët e tyre, kanë angazhimet e tyre, dhe nuk harrojnë që ta kthejnë kokën edhe nga unë edhe nga Ema, domethënë për çdo gjë që ta shoh. Kështu që ju keni 2 fëmijë ashtu sikurse e thatë, një djalë dhe një vajzë. Rrugtimet që ata kanë zgjedhur në jetën e tyre, zoti Aliu, ja keni imponuar ju me bashkëshorten tuaj, apo ka qenë thjesht një dëshirë e tyre për të zgjedhur këtë rrugtim që ata kanë? Këtu me ke zënë çik ngushtë, sepse ndjehem borxhli, sidomos ndaj Timbiri, djalit. O kisha unë mundësi ta rregulloja Timbir në fushën radio televizive, ose në fushën e artit, ose në çdo fushë tjetër, ose kishte njëri tjetër. Por, ate donin shumë dajat e vetë. Dhe u lidh me ata,
mbas tyre dhe unë nuk doja që ta shkëpusja, se thosha ku ka më mirë se sa medaljet e vetë. Ata kishin një lloj aktiviteti kështu, po punë me këto mjetet mekanike, jo vegla, makinash, ku di unë dhe ashtu. Edhe hyri si princik atje djali dhe mbeti atje. Mbeti atje me ata. Dhe sot e kam pishman që do ta kisha bërë o gazetar, ose operator, ose do më thënë, mund për të mos e zgjatur. Me djalin e kamerak. Jo se ai nuk është i Zoti, ai e përballon vetë dhe është ashtu, po do ta kishte patur një çik më të lehtë jetën. Do ta kishte patur një çik më të shtruar rrugën. Ndërsa vajza është nga ato që më është ngjitur si rrodhe që në fillim, e vajzat po si vajzat. Ajo dilte nga shkolla atje te Kosova edhe vinte te zyre babit. Aty edhe rrinte aty. Mirëpo atje shikonte, kishte kurreshti e kështu gjithandej ashtu. Dhe më shqepur në aktrim që atëherë. Dhe sot është një nga dubluset më të njohura, se angazhojnë për filmat e për këto, domethënë e angazhojnë, por është me profesion, është juriste. Edhe kështu që mirë janë, nuk janë keq. A do të ishin më mirë, po sikur të kishin zgjedhur atë apo atë, nuk e di. Por unë i kënaqur jam. Përveç pengut të djalit që nuk i keni krijuar mundësinë, përveç faktit që keni pasur një pozicion pune të mirë në Radio Tirana, ka ndonjë peng tjetër në jetë Xhelil Aliu? Jo. Unë vetë, shiko, unë mundohem të eci me këmbë në tokë edhe të jem realist në gjykime, sepse unë bëj edhe analizën kështu, e kthej kokën pa, eci përpara, po e kthej kokën pas. Unë mund të isha harruar me kohë nga kjo botë, sepse më ka thirrur vdekja jo një herë. Edhe i kam shkuar vdekjes te goja jo një herë. Dhe mund të isha harruar. Po ta them me të vërtet, jo një herë. Po kam shpëtuar, ja ku jam. Kam bërë diçka. Më vjen mirë që më njohin si emër. Më njohin si emër, bile më njohin aq sa se kisha menduar, po shansi i tillë keq ashtu. Kështu që nuk mund të them mund të isha bërë në një politikan i njohur, mund të isha bërë në një president, nuk është në preferencat e mia. E kuptoj. Nuk është në preferencat e mia. Sepse, sidomos fusha e politikës, është fusha më e keqe. Për mua, po më e domosdoshme. Për shoqërinë njerëzore. Je i detyruar që të bësh atë që të thot ai i madhi dhe ti nuk kthehesh dot mbrapsht. Në qoftë se do kthehesh ose ta kundërshtosh, atëherë do të kesh qafën edhe dash. Kam një pyetje meqense e bë këtë parantezë ta qemë kështu, zoti Aliu. Por në televizion nuk ndodhe në televizion që imponohesh nga kryeredaktori apo drejtuesi i medias që o bëj kështu si them unë ose mund të thyesh dhe qafën. Pra me pezullim nga puna. Dëgjoj. Unë them që një punonjës i medias në radio apo në televizion nuk mund të dalë dot nga shinat e përgjithshme mbi të cilët ecën ajo media. Nuk mund të dalë. Bie fjala, edhe në qoftë se mua nuk më pëlqente dikur para 90-s që ta nisja emisionin në bie fjala, një emision në udhëheqjen e partisë dhe të Shokut Enver, isha i detyruar që ta bëja këtë gjë. Sepse në qoftë se nuk e bëja, atëherë më thoshte hajde në çiktu. Kështu që edhe në mediat e sotme ka media private, ka që domethënë ecin
edhe në unison me politikën e përgjithshme, ka gjë ashtu. Po ka që ecin të pavarur, ashtu. Po në qoftë se shkelin atje ku nuk duhet, edhe ata, privatët, edhe ata janë detyruar që të thonë dale se s'të lekush. Jenë në një terren, jenë në një ashtu të përgjithshëm që je i detyruar, do apo nuk do. Mundet që unë me shefin tim të debatoja dhe të mos pajtohesh afare. Po tek e fundit, ai do të fitonte sepse ishte ai që ishte besuar për të qëndruar në të pozicion. Kështu e ka edhe sot. Kështu besoj se funksionon. Në qoftë se Zoti Aliu jeta ju do të kishte një titull, do të ishte shkruar si një roman. Ju, si preferoni që ta titullonit këtë, jetën tuaj? Ti më futet të ndërrimet, por unë kam botuar disa libra, kam edhe disa tjerë në ashtu, dhe ajo që më mundon më shumë është pikërisht ajo gjetja e titullit. Sepse titulli duhet të ketë një domethënie që ta justifikojë edhe brandin e për gjithçka. Kështu që nuk di të gjej një titull të përshtatshëm për jetën time në përgjithësi, kështu. Sepse është një pyetje që po vras mendje, po nuk po ashtu, se besoj që ty nuk të mbetet hatri që unë. Pa diskutim që jo, unë për mua nder dhe kënaqësi është që ju jeni pranishëm ditën e sotme këtu. Është një obligim për mua dhe falenderoj këtë pjesë, por kam edhe një pyetje tjetër për ju, pasi ne po shkojmë drejt fundit, Zoti Aliu. Jo, kur jeni aktualisht sot në këtë moshë dhe shpeshherë besoj se qëndroni vetëm edhe keni këto mendimet tuaja që ju kthejnë në fëmijërinë tuaj të hershme. Ati djalit të vogël, çfarë do t'i thonit? Djalit tim, e kisha pyetjen në djali vetes tim. Po, vetesoj kush një djali i vogël nga Kalivaçi që ishte përballë një fakti që nuk dinte se ç'do ndodhte me jetën e vet, kur u pezullua diploma, qëndronte në Tiranë, vinte vërdall, prindrit e vet u hapën fjalë, kur mendoni këto gjërat, si ndjeni? Ti djalit e di çfarë i them? Po. Ke lindur në një ditë të bekuar që t'u dha mundësia të ecësh në rrugë të pashkelura dhe të dalësh i kënaqur deri në fund, sepse njeriu sa më shumë të pretendojë aq më mirë është. Por unë jam kundra pretendimeve të mëdha, atyre domethënë synimeve, se bën vaki që ti synon shumë, pretendon shumë edhe kur nuk e arrin të lishgënjyer. Unë të thash, mua më ka marrë rastësia prej dore, është edhe jo një herë, më ka marrë rastësia prej dore edhe më ka thënë që mos kalo këtej, po kalo këtej. Dhe më ka nxjerr faqebartë, si thua, nuk mund të them që mund ta kisha ngrysur gjithkohën duke ruajtur dhitë e dhënta atje. Mundet të kisha mbetur duke lëruar tokën me qe. Mundet të kisha përfunduar atje në ato minierat që vajta punova, mund të kisha përfunduar me ndonjë zgafell atje që të mos më gjendeshin as eshtrat. Kështu që, ose me arinjt, në na dilnin arinjt përpara, se ishin pyjet e marrëdhënieshit, ishin me arinje, me ashtu. Kështu që unë i them faleminderit fatit, që domethënë më ka marrë për dore rastësia edhe më ka nxjerrë në rrugën e duhur. Nuk mund të pretendoj për më shumë.
Keni nostalgji për gjithçka që keni kaluar në këtë jetë? Apo nuk keni tip nostalgjik? Nostalgji nuk mund të them, domethënë unë i rikthehem kohës gjithmonë, edhe në kujtesën time do ruaj shumë gjëra, i rikthehem kohës edhe atyre momenteve të vështira, edhe atyre momenteve të bukura. Për shembull, i rikthehem herë mbas here ca situatave të vështira që kemi kaluar ne këtu, jo për 1996, 97, 98, sidomos atje në radio, televizion, kemi kaluar situata jashtëzakonisht të vështira dhe unë vetë edhe me atë natyrën time në qikë këshu... Prej rebeli. Në qikë rebele. Unë nuk arrita të bësha komunist para 90-s, edhe pse kërkova. Kërkova se doja që të kishim nga familja ime njëri me 4 partije. Babaje nëna jo, vëllezërit e motrat jo, edhe unë të mos bësha, prandaj kërkova 2 herë. Po më fal, po ka që rëndësishme ishte që në atë periudhë të kishe një test partije? Ishte shumë e rëndësishme. Do më thënë, të kishe një 4 partije do të thotë që ti ishe njeri i besuar i partisë në atë kohë. Njeri i besuar. Dhe unë prandaj e doja. Po si plotësova kushtet, nuk më bën antar partije. Pra mund ta quajmë si një diplom të dytë? Urdhë? Mund ta quajmë si një diplom të dytë? Test në partisë në atë periudhë? Shiko, tishe me 4 partije në atë kohë, kishe unë kisha një kolegun tim që ishte zëvend sekretari i byros së partisë atje në radio televizion, pastaj më mbrapa ai e ktheu xhaketën dorë tjetër, për nese. Dhe më thoshte mua, mos diskuto kështu në përmbledhje, se do ta hash. Se unë diskutoja që mendoja gjërat. Pse u dashka që ne të na bëj karshillek nusja e djalit X-it atje lart në katin e sipër me atë fundin që e mban deri këtu sipër edhe ne të shikojmë. Pse u dashka se është nusja e djalit filanit? E thosha me emër. Po, e kuptoj. Ose tjetri, sepse na qenë nga djali X-it ai tjetri dhe të ngrihet në mes të auditorit të gjuaj pedagogun me grusht. Kush e jep këtë të drejtë se qenë nga djali X-it apo Y-it? Mirë po atëherë diskuton dhe njëri kollaj kështu se ashtu dhe ai më thoshte, më fuste krau mua pas mbledhjes. Do ta hash, më thosh mua, mos diskuto kështu në përmbledhje. Do ta hash. Edhe më mbrapa unë nuk u pajtova. Unë pastaj nuk u bëra dot as i besuar i asaj partisë tjetër që erdhi në pushtet. Edhe ata kërkuan me njëherë që ta largojnë filanin. Ta largojnë filanin nga radio televizioni se është komunist i rrezikshëm. Mirë po më thirri ishte drejtori radios, i ardhur mbas 92-shit ai. Njeri shumë i mirë, Pardyl Pollo. Më thirri atje në zyrë, më tha mua nuk të kam thirrur zyrtarisht, të kam thirrur miqësisht, se të respektoj. Ti e ke parë që unë vite studio jote dhe të shikoj se si punon ti tha. Prandaj tha të kam thirrur kështu tha. Është diskutuar në mbledhje tha që ti ikshi pari se je komunist e rrezikshëm. Çfarë thua, po mirë më i tha shumë. Ikin qofse i prish punë në radio televizionit iki. Tani më dëgjoj deri në fund. Kështu foli filani tha, kështu foli Fisteku, kështu foli dhe unë tha kam marrë angazhim që të provojmë edhe një herë. Se Skënder Buçpapa nuk të njeh tha se kush je. Që ishte drejtori i përgjithshëm. Kam marrë angazhim tha dhe prandaj po të them ta nuk të kam thirrur zyrtarisht, por shoqërisht. I thash faleminderit shumë, me që më thirrë shoqërisht, po të jap fjalën shoqërisht. Po më dëgjove më, i thash unë, se më tha mua, po ti zihesh në kafe o burri dhe të zihesh me njerëzit, zihesh në korridore, zihesh gjithandej tha. Me tërë do përplasësh ti, më tha mua, se diskutonim për punë e politikës. Jo ti je demokrat, unë jam komunist, jo kështu. Si që ishte atëre. I thash, po t'jap fjalën, po më dëgjove më, i thash, të mos më lësh kusur. Edhe u tërhoqja nuk u mora më pasaj. Su mora më, e pashkë, ajo
që ishte ndorën time pastaj edhe. Po nga 2011 kur i larguar nga Radio Televizion Publik Shqiptar edhe më sot, vazhdoni me këto diskutime, jo ti demokrat, unë socialist apo komunist? Jo, unë kam këtë të mirë që unë s'u apërtoj. Se unë i di kush janë dhe nga vine kush i di. Vetëm se ka një gjë, që unë nuk i mbaj, unë ja them, po si mbaj mëri njeriu. Nuk i mbaj mëri njeriu. Edhe nuk më mbajnë. Me përjashtim të një dy rasteve, janë një dy raste që i shikoj tani edhe më kthejnë kratë, nuk e di. Bile njerit i thash, ora i thash, qa ke? Më thuaj. Më thuaj mo se unë nuk më vjetë turp të them, ora, e kam bërun këtë gabim. Nuk më ka thënë. Asa i tjetër, për nese. E kam fjallin që nuk më mbajnë mëri. Edhe unë su mbaj mëri, absolutisht. Sepse bindja tek e fundit është individuale. Ty të pëlqen X politikan, mua më pëlqen ai tjetëri. Mua më pëlqen kjo mënyrë, ty të pëlqen e mënyra tjetër. S'ka pse të ashtu tani. Të bëhemi për politikën, të bëhemi hasëm me njëri tjetër. Aktualisht, si vlerësoni politikën shqiptare, zotja Liu? Unë vetë e quaj politikën një e keqe të domosdoshme, një e keqe domosdoshme. Është veprimtaria më e keqe e shoqërisë njerëzore, por më e domosdoshme. Sepse nëpërmjet asaj, domethënë, shoqëria njerëzore bën korrigjimet, bën ecurinë, bën zhvillimin, bën ashtu. Po duke parë, jo këtu tek ne vetëm, duke parë kush e bën politikën dhe si e bën, edhe këtu edhe në botë, them, fatkeqësi. Të shkojmë deri te superfuqia më e madhe. Është në krye një X njeri i cili bën atë që unë për shembull nuk jam dakord ta bëj. Po si them dot aty? E djej. Ose këtu i shikoj këta që bëjnë politikën tonë këtu. Të vjen keq, me thënë të drejtën, të vjen keq. Po s'kemi që bëjmë, ajo është. Kam në një pyetje tjetër për ju, zotja Liu, në lidhje me politikën. Politika shqiptare ka qenë më mirë ajo politike e cila ka qenë para viteve 90, apo kjo që ne kemi aktualisht tani? Shiko, politika e para 90-s, për mendimin tim, kishte shumë të mira, sepse e nxori Shqipërinë nga errësira, e zhvilloi, e arsimoi, e bëri me shëndetësi, deri edhe në fshatrat më të largëta, më të thella. U zhvillua industria, bujqësia u bë moderne, dashu. Por kishte disa gjëra që unë nuk... Tani sepse zihet gruaja ime me gruan e atij X-it të pashu dhe unë të marr ata t'i fus në burg apo të ashtu, sepse bëjnë fjalë, domethënë. Ajo ambicia brenda për brenda sferës së politikanëve vete, ashtu, ajo lufta e klasave që e merr tjetrin edhe e syrdis, qofse e justifikon ai që ka bërë gabimin të vejtë të vuaj dënimin mirë, po çta ksirat kishin fëmijët edhe njerëz të tjerë të farefisit që venin përfundonin në për... Ajo ishte, për mua nuk ishte absolutisht. Vijim tek... Pas viteve 90. Pas viteve 90. Ne paka shumë bëjmë të njëjtin gjë, por jo me ato ngjyrime dhe me ato emërtesa. Në qoftë se unë dal kundra kryetarit partisë dhe i them, ore, ke gabim, se kjo nuk duhet shu, po duhet shu, kryetari partisë mua më syrdis. Shikoj që ndodhë sot. Që ndodhë sot me politikanë tanë. Ka djemë të rinjë aty, edhe vajzat të reja, edhe ata që janë në pozit, edhe ata që janë në opozit. Ka nga ata të rinjë të reja e opozitës, që ata i kanë përjashtuar fare. Pse? Sepse nuk do ai i madhi. Është normale.
Atëherë si do eci ky vend? Me atë frymin e para 40 vjetëve, me ato mentalitetet e atij që ka vajtur 85 vjeç sa ka vajtur, apo të atij tjetrit e tjerë me radhë. Kështu që nuk unë e kam patur e porosi nga plaku im ndjes pas, thoshte mos u merrni me politikë, thosh. Mos u merrni me politikë. Se politika të çmefton, se do të jetë. Po atë se nuk do se të gjon ndonjë thotë ora po ky dhe po na dhan nga mend ky për politikën ashtu. Zot Eliu, unë të falenderoj që të pata ditën e sotme këtu në podcastin tim Kohë për reflektim. Gjatë kësaj interviste së ditës së sotme, sa reflektoi Xhelil Aliu? Por unë me thënë drejtën, unë erdha me mendimin që do bashkëbisedojmë kështu për një farë kohë, kështu po duket se shkoj goxha, ha? Po, kaloj goxha minutash. Shkoj goxha dhe erdha me mendimin, po ti më ngacmove në shumë çka, në ca drejtime që edhe si kisha menduar, edhe në ca ashtu, mbase nuk duheshin thënë të gjitha, po ti e ke vetë në dorë atje edhe gësherën edhe ato që i rregullon vetë ato. Patjetër. Po gjithsesi unë të falenderoj shumë që më dhe mundësinë e bashkëbisedimit, sepse ishte një lloj bashkëbisedimi sikur ishim ulur në tavolinë atje në një lokal edhe shkëmbyem mendime shumë miqësisht. Kënaqësi e jashtëzakonshme për mua, por para se ne të ndajemi së bashku, unë dua prej jush edhe një mesazh për të gjithë të rinjt dhe të reja të cilat ndrojnë rrugën e radios dhe atë të televizionit, që për hir të së vërtetës shumica e brezit tim adhurojnë televizionin dhe jo radion. Shiko, media audiovizive ka një rol të jashtëzakonshëm sot në shoqërinë njerëzore, jo vetëm këtu, po edhe në botë, më thënë. Unë vlerësoj radion jo thjesht për nostalgji, po radioja të jep mundësi më shumë, të ke liri më shumë, duke dëgjuar radion ti ke të drejtën tënde të ndërtosh imazhin tënd në kokë për atë që ka dëgjon, për fjalën, për mendimin, e ndërton simbas imazhit tënd, simbas formimit tënd. Bie fjala në qoftë se radio, do të thënë këto janë veçantitë individuale të radios. Në qoftë se në radio ti dëgjon fjalën pyll, ti ke në kokën tënde një pyll që të ka mbetur që nga fëmiria apo një ashtu, dhe gjithmonë të del përpara ai pylli që ke ti në imazh. Unë kam atë pyllin tim, ose atë fushën time, dhe unë e ndërtoj, do më thënë, ka veçanti individuale për gjithë se cilin që dëgjon radion. Dhe ka komoditetin e madh, radioja që e ndjek radion kudo. Merresh me një punë, radion e dëgjon. Shkon në plazh e dëgjon, në udhëtim e dëgjon, ndërsa ekrani të kushtëzon. Në ekrani e i detyruar do t'i lesh ato punët e tjera dhe do ndjekësh ekrani. Kështu që për mua ka më shumë përparësi radioja. Televizionit ashtu me imazhin në përgjithësi, me ashtu ato, por radioja të jep mundësi më shumë për të ndërtuar imazhin tënd. Kështu e gjykoj. Edhe radio, televizioni shqiptar sot ka ato të vetat e ashtu, por edhe televizioni shqiptar ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm edhe në median audiovizive të mbas të 90-s, të gjitha këto mediat private, gjithçka që ashtu, dhe një pjesë e mirë e punojësve, e gazetarëve, operatorëve, teknikëve, domethënë sollën përvojën e radio televizionit shqiptar, shkuan në për këto mediat private. Pra do të thoni që radio televizioni publik shqiptar ka qenë një shkollë e cila kanë rrjedhur të gjitha televizionet e tjera. Absolutisht. Për mua ka qenë një shkollë dhe duhet të konsiderohet si e tillë,
sepse prej asaj dolën të gjithë ata që shkuan dhe hapën stacionet private. Dhe pastaj natyrisht ata ndërtuan edhe përvojën e vetë, dhe tani janë bërë disa stacione që të imponohen edhe që kanë emrin e vetë pa diskutueshëm. Të falenderoj shumë edhe një herë që ju pata ditën e sotme këtu në podcastin tim, por do të kisha me qenë se kam të pranishëm këtu do të ishe vërtet një kënaqësi jashtëzakonshme që unë doja për jush Zoti Aliu që të më interpretoni disa vargje me zërin tuaj brillant. Po vargje tani unë vetëm të lexoj në një Më ka pëlqyer gjithmonë poezia O ju malet e Shqipërisë që nisni ju dhe jo lisat e gjatë. Fushat e gjera me ule, qur kam tërmendit e natë. Vetëm kaq doja për jush. Kam ashtu më shumë ato të Ali Aslanit, sidomos në edhe shtatën, kisha ato hani, pini dhe rëmbeni, është koha e çakenjve, hani, pini dhe rëmbeni, është bot e maskarenjve. Po ishin disa vargje që i përdornim atëherë në atë kohë. Të falenderoj për zemërsisht shumë që ma plotësuat këtë dëshirë. Shumë faleminderit Zoti Aliu. Faleminderit edhe për jush edhe ju uroj gjithë të mirat që dëshironi edhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Të nderuar miqtë e mi, kemi ardhur në fund të podcastit dhe për këtë të shtunë. Unë ju falenderoj për zemërsisht që ndronim në Dritare Televizion ku të bëni subscribe në kanalin Dritare TV dhe në kanalin Rudina Xhunga. Faleminderit.